Ku jemi këtu me parashikimin e datës 9 nëntor të 2025. Duket se nga sot, nga kjo datë, domethënë, Mërkuri nga shqiptar rikthehet në retrograd. Kjo do të thotë do të zgjas deri më datën 18 nëntor në këtë shenjë dhe do të vazhdojë në Akrep deri më 29 nëntor, duke krijuar disa ndikime në lidhje me punën, në lidhje me disa çështje ekonomike financiare, për të rregulluar, për të stabilizuar sa gjëra dhe mirë është që të rishikojmë dhe njëherë disa çështje të lëna pezull dikur dhe tani mund të kemi mundësinë që t'i rregullojmë. Mundësitë më të mira dhe pozitive që kanë bënë janë të shenjës binjak, virgjëresh, shqiptar, peshk të 10 ditësh të parë deri më datën 18-11, ku ka ndikim më tepër, kurse Demi, Luani, Akrepi, Ujori 10 ditësh të tretë duket nga data 19-11 deri më 29-11.